Mirë që dhe mi kesha të check-up. Tema e sotme ka të bëjë me kineman. Së fundmi, në vendin tonë po dalin shumë filma të suksesshëm dhe shumë seriale, siç është më fundi Niçe dhe filmi Luli dhe Goni i Lemes. Ju ftoj të zbulojmë se këtë do të kemi sot në studio që do të na flasë në lidhje me këto dy filmat dhe më pas kthehemi në studio. Nga skena e teatrit deri në ekranin e madh, një aktor me një prani të mahnitshme dhe një aftësi për të mishëruar çdo personazh duke magjepsur audiencën kudo. I njohur për interpretimet dhe për kushtimin e tij ndaj artit, ai është një forcë e vërtetë në botën e aktrimit. Me një talent të padiskutueshëm që në moshë të vogël dhe një karrierë në rritje, ai është një aktor që po lë gjurmë në industrinë e filmit dhe teatrit. Ai është Margent Caushi. Një kemi Niçe dhe dy është Luli dhe Goni i Lemes. Dy goditje në një kohë, si thua, në 2 javë që ka dalë njoftim. Niçe ka dalë që jepen në televizion, ka dalë dhe njoftimi i filmit të dytë. Domethënë një sukses në një kohë, po i mbledhin në një muaj. Po, në një muaj. Kush është Niçe? Po, Atëherë, Niçe është një person i cili flasim për një djalë shqiptar, i rritur në Shqipëri, edhe i papun, i cili mundohet që të kërkoj punë e mos gjej punë. Një person që me strategjitë e tij filozofike, niçiane që ne mund t'i themi, edhe pse edhe ka marrë dhe pseudonimin e emrit Niçe, mundohet që të shtyjë ditët sa më shumë në atë lloj mënyre të shëmtuar, i themi ne, duke u bërë barë tek njerëzit e tjerë dhe duke për të pamundurën për të mbijetuar në këtë Shqipëri dhe në këtë Tiranë tonë të zhurmshme, pa punë dhe pa lek. Ky është Niçe. Niçe ka një shok, i cili është Kuqo. Kuqo, i cili interpretohet nga unë. Thonë ndonjëherë që më tregon shokun të them cili je. Ky fiks jam dhe unë. Edhe unë ndihmoj. Dhe fiton kuptimin, si thënë. Tjetër, aty fiton dhe kuptimin, por aty gjen dhe të Nxera Kapakun, që përfshihet në për strategjitë e tij, përfshihet duke u bërë pal me punët e tij dhe duke munduar të mbijetoj të dy bashk në këtë qytet tonë të bukur, që lidhet me shumë, pse edhe ne kemi njohur edhe njerëz të tillë, lidhet me shumë, mund të them për fat keq, që kemi në shoqërinë tonë, por është një mesazh i cili që edhe nga ana profesionale është mesazh që jo gjithmonë të ecin gjërat në këtë lloj mënyre. Por nga ana komike, nga ana e komedisë, ne kemi sjell këta personazhe duke tentuar gjithmonë që ata të dështojnë në mënyrë të përkryer, Të suksesshme. Është dështimi. Prandaj gjithmonë njerëzit duhet të punojnë, duhet të studiojnë, duhet të marrin një zanat, një profesion dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Puna të nxjerrë në dritë. Jo Niçe dhe Kuqo, asnjëherë. Besoj të gjithë e njohim, një Niçe dhe një Kuqo, kemi gjithë një patjetër të miqësia. Unë do të them drejtën, pra unë jam i rritur në Athinë, në Greqi, të them të drejtën, unë për afërsisht një 2 vjet, sinqerisht po ta them, mund të ketë qenë vetë Niçe. Një 2 vjet, 1 vit e gjys. Të gjithë e kanë një fazë nga Niçe. Patjetër, e kanë një fazë, thosh i ka qenë dhe kriza në Greqi, ka qenë dhe papunësia, edhe njëra dhe nuk gjeni dhe punë, por edhe pak dembelizmi im në atë 2 vjeçar, 1 vit e gjys, që po them drejtën që i kam përjetuar, më thënë e kam ndjerë. Jo në tilla nivele, por afërsisht, pak a shumë, e di më thënë kur ngelesh pa lek, e di për shembull, e di, i njoh emocionet e mos kesh asnjë gjë, i njoh edhe emocionet duke fjetur edhe për jashta. Do thonë, besoj nuk ka shqiptar që se ka bërë këtë në për Europë, të flet pak dhe një natë për jashtë. Është një gjë që e bëjnë gjithë, kur ka qenë jashtë. Kur ka qenë jashtë, flasim
Pak nga vjetë 2000, se tani është pak më lehtë. Po këtu e bëj për qenë, mos a bërim që kemi qenë emigrant, pa as bëhet fjalë nga halli. Nga halli. Nëse kuptoj se filmi kuptoj që është komedi dhe i kanë qenë nivele pak në të mëdha të një çllëku se grotesk, po patjetër grotesk. se do të jemi Exageruar, por mendoj janë të interpretuara dhe nga ana e kolegëve të mi, janë të interpretuar në mënyrë origjinale, besoj, dhe të vërteta dhe të besueshme në ato që bëjmë. Është edhe aftësia dhe regjisorit, që është bashkë skenarist, bashkë me Nietzsche, Bredi Bega, se janë bashkë skenarist këta, është edhe aftësia e tyre, dhe patjetër fotografia është e lartë, Baxhaku, me aq që kam ndjek, duket që është diçka me cilësi. Është me cilësi, unë e kuptoj pjesën sepse ne kur e pam për herë të parë, unë ai tregoj regjizori që ulën te zyra e tij, neve na pëlqeu jashtëzakonisht shumë sa që thamë, sinqerisht po ta them, nuk kanë absolutisht as edhe një gjë më pak as më shumë një film Netflixi ose një serial me 5-6 seri që kanë në Netflix. Edhe neve na kënaqi shumë kjo gjë, dhe patjetër në Shqipëri që është hedhur shumë mirë po shkon edhe me pjesën me shikimeve, audiencën, shumë mirë po shkon, por është një tip evolimi, them, nga ana serialeve shqiptare flas, nivele europiane botërore. Besoj që do kohë derisa të përtypet nga publiku shqiptar, mendimi im, dhe vlerën e saj patjetër do ta marrim me kohën. Ky lloj seriali. Unë mendoj se është nga ato, po quaj filma serial tipik që do shifet. Edhe më vonë. Po, nuk do e humbasi vlerën e vet. Jo që vej Nietzsche, se Jo. Nietzsche ekziston kudo dhe gjithmonë do kthehen, se edhe batutat që janë të ngelen në mendje. Nuk do të kujtoj, do kesh qejf ta shohësh, ta kthesh. Nuk do zhduken. Mund të evolojnë si personazhe, mund të punësohen, po prap do ketë mënyra gjëra që nuk do zhduken këta personazhe asnjëherë. Gjithmonë do i kesh çdo lloj kohe. Ka qenë me shumicë në viteve 90. Ka qenë më pak në vitet 2000, mbas është më pak tani, po gjithmonë do jetë, edhe mbas 20 vitesh, 30 vitesh. Gjithmonë do ekzistojnë. Do jenë aktuale, mendoj. Më pëlqeu se, si të thash, në vitet e fundit kemi pasi mungesë sa i takon të pjesë e kinemas, ti nuk ka pas shumë zhvillim apo një film apo një. Në vitet e fundit po fillojnë dalin fuqishëm. Po dalin dhe kjo është një gjë shumë e mirë, është një gjë shumë pozitive në shumë aspekte. Patjetër, është një gjë shumë pozitive sepse mos harrojmë, për shembull, më ka marr pjesë në shumë filma, më ka marritur të bëj edhe kam marruar mbi 20-25 filma. Publiku shqiptar, me sa kuptojmë ne, kërkon prodhimin shqiptar. E do prodhimin shqiptar. Përveç që ndihet i argëtuar ku shkon, që paguaj një bilet kinema, edhe të shkojnë kinema, midis një filmi huaj që mund të jetë më i madh, mund të jetë me buxhet më të madh, për shembull, se edhe cilësor mbase mund të jetë nga filmi shqiptar, por gjithmonë do zgjedhësh prodhimin tënd. Gjithmonë do zgjedhësh produktin tënd. Për shembull, ti dhe unë, shqiptar, kur pyesim ne për shembull patatja ose domatja ose kastraveci, themi është prodhim vendas, po e duam vendas, e duam mirë, pse na duhet? Do ta mendojmë 2 herë nëse ai prodhim vjen nga Amerika ose Amerika Latine ose diku tjetër, do ta mendosh, do thosh ti okay, është vjen ande, vjen mirë, po më mirë e marr vendas se di që të më shijoj më shumë. Kështu funksionon edhe pjesa e pëlqimeve të filmit shqiptar, prodhimi huaj dhe prodhim shqiptar. Ku ma gjend kesh imazhe që janë të tuat. Gjen veten. Po, gjen veten. Aty e gjen veten, tek ku do gjesh ti veten. S'do gjesh Tom Cruise, ma beso këtë. Edhe të dua ta gjej se gjen të sfolit shumë kulturë tjetër, është kulturë tjetër, janë gjëra të reja, gjëra të tjera të cilat ne nuk i kemi jetuar, por kur unë bëj personazhin për shembull, kur bën disa veprime,
një film ose një serial ose diku tjetër thua, po, këtë e kam bërë dhe unë. Po, pse e gjen veten aty. Kështu funksionon. Kurse të tjerë ato shohin ne për shembull filmin Fast and Furious apo aksion, njëra ose filma me Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, sa bukur, sa mirë. Jo. Okej, po prap kemi një lloj ftohtësie që kur e shohim, kemi se Thjesht një sy i jashtë, nuk një sy i jashtëm. Kur dëgjojnë gjuhën tënde është komplet ndryshe. Kjo nuk ndodh vetëm tek ne. Edhe në Greqi, ku kam qenë, kur ashtu këtë ndjehet, më thon, filmat më të shitur, më të shikuar gjithmonë kanë qenë prodhimet e tyre vendas, prodhimet greke. Ato kanë qenë filmat më të shikuar, më shumë edhe nga filmat e huaj që vijnë, filma hollywoodian flas, gjithmonë, no? Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë sepse edhe neve na ndihmon duke na motivuar, duke të prodhuar më shumë filma. Sa kalon koha të prodhojmë edhe më shumë. Është motivim, është mbështetje e madhe, se në fund ka audiencë, ka tjetër. Kur ka audiencë, publiku të ngre, publiku të ul. Kur të do publiku, ti vazhdo, punon, ecën përpara. Të jep atë fuqinë, atë shkëndijin që duhet. Patjetër, kur të do publiku, më ndrysho profesion, më mirë. Merru me diçka tjetër, do të thënë, të gjesh veten tënde, se unë nuk quaj asnjë që është i patalentuar, çdo lloj profesioni. Çdo njeri e ka nga një talent, por thjesht duhet ta gjej se ku e ka. Kjo është e vështira, duhet ta gjesh ku e ke. Nuk ka njeri të patalentuar. Harroje, e as nuk ka pasur. As në të kaluarën, as në të ardhmen nuk do ketë. Gjithmonë ka një njeri është i aftë të bëjë një gjë në mënyrë të shkëlqyer. Por duhet ta kuptojë se çfarë është ajo. Mund të jetë hidraulik, elektricist, piktor, aktor ose mjek ose por talent të bëj emër në profesionin e vet. Kjo është. Unë jam me këtë që talentet e këqija nuk ka. Është thjesht çështje menaxhimi, pastaj si menaxhon ti talentin tënd. Të them të drejtën, pjesën e menaxhimit. Jashtë shtetit ka shumë menaxher dhe agent që merren me atë punë. Unë menaxhoj për shembull emocionet e mia në rolet e mia. Unë shfaq emocionet e mia, tani të menaxhoj vetëm e menaxhojnë aq sa di, por janë disa që merren vetëm me ato punë që se si ti të menaxhosh veten tënde për shembull. Kjo është që neve na mungon që nuk e kemi këtu, po jashtë shtetit e kam për shembull. Kjo na mungon, por talenti është talent. S'ke çaj thua. Vjen tjetri për shembull, unë merrja një elektricist të shtëpia. Po. Edhe i thoshja, unë kisha një 3-4, po unë merja vetëm një, pse? Se ai më zgjidhte punë, atë mendoja unë se ishte më i mirë dhe ishte me prova ai person. Erdhi ai dhe zgjidhi për 5 minuta, erdhi një tjetër nuk e zgjidhi kurrë. Ky është talenti. Edhe unë i thoshja, aman do të pres, se nuk vi do vi javës tjetër, patjetër do të pres. Pse? Se talenti e pres, se ai do të zgjidhi punë, e di që do të mbaroj punë. Kështu funksionon kudo. Po pra, kështu funksionon kudo. Po, ideja e nishës, si ka qenë piknisja, komunikimi me ty? Po, çunat Davidi, edhe Brendi, kur ishin bashkë, ishin takuar, kishin idenë e këtij seriali, kishin idenë e këtij skenari, edhe i shkoi mendja se duhet edhe një shok, duhet ta ketë edhe një shok. Më niçja, se s'mund të jetë vetëm. Edhe i shkoi mendja tek unë, Davidit. Edhe Davidi vetë pastaj mori telefon, më la për takim edhe më tha që kam këtë lloj gjë. Edhe du ta bëjmë një projekt pilot. Për serial, është kështu, kam pagesë, po s'kam shumë. Unë i kuptoja shumë mirë këto gjë dhe mua më pëlqeu më troqi direkt ideja dhe pëlqimi. Erdhe Gjorgji një edhe më përpara. Gjorgji kam qenë një shfaqje Macbeth e kam bërë tek Vila e Enverit me regjitën Ton Kacës dhe Gjorgji vinte dhe na bënte fotografi. Dhe aty e njëjta Gjorgji dhe Gjorgji ka mbaruar në FAMU në Prag, një nga shkollat më të mira në botë, pjesën e filmit. Dhe erdhi bashkë edhe Davidi, bashkë edhe Gjorgji, kur erdhën kafe dhe më thanë që kemi këtë lloj projekti dhe duhet ta provojmë, ta tentojmë për pjesën e projekt pilotit.
për të parë, nëse mund të financojmë më vonë, dhe këte, unë thash pa diskutim me njëherë po. Me njëherë po, sepse besova në pasionin. Besova në pasionin e tyre, besova në cilësinë, besova në punën e tyre. Dhe sigurisht jam tepër i lumtur, tepër i kënaqur që edhe puna, edhe seriali, edhe personazhet, edhe të gjithë komponentët që përfshihen në serialin kanë dalë mendimin tim në mënyrë të shkëlqyer. Është një lloj revolucioni televiziv, një farë që për herë të parë jam i lumtur që jam pjesë e saj, që është herë e parë që po vazhdon, po bëhet. Më thënë jemi të parë që po e bëjmë këtë lloj niveli pjesë e serialit. Besoj do kemi dhe vazhdimsinë ato tjera. Sa episode ka? 5. Janë 5 episode. Edhe Chernobyl 6 episode kishte, po ka dalë një ndër seriale më mira. Ndonjëherë kupton. Por janë 5 episode. Patjetër janë dhe 5 të tjera për të bërë për më vonë, por do mbarojnë dhe 2 sezon. Do mbarojnë. Apo është një sezon? Jo, një sezon është me 5 e kemi ne. Kështu e kemi të vendosur, një sezon me 5 seri, pastaj, më thënë, sezoni 2 5 të tjera, mbas edhe treti dhe 5 të tjera. Domethënë 2 sezone janë. Po, 2 sezone, po, patjetër, është kopsitur. Të shohim më vonë kur do i fillojmë xhirimet. Besoj se dhe publiku, audienca do i doj vazhdimsi. Ne me publikun, nëse nuk do publikun, ne nuk e bëjmë, po e desh publikun, ne do e bëjmë e vrap. Patjetër se. Jo, ai sa kam pa unë që e shoh edhe me një sy si të thash pak më detajist, se më lidh edhe vetë puna. Është një gjë që unë besoj se që po pëlqejt, ne kam e bindje, po që besoj do pëlqejt akoma më shumë, do duhet një vazhdimsi. Ty të lumë në goja, atë që beson ti e besoj dhe unë, por ne po mendoj, ne po qëndrojmë me këmbë në tokë, edhe po jalëm kohës, edhe po jalëm publikut që ta vendosi këtë, publiku e do, patjetër që ne gati jemi për ta bërë, ne jemi gjithmonë gati, edhe për të xhiruar në çdo orë, në çdo moment. Inshallah të vazhdoj kjo gjë. Faleminderit me suksesin që ka në nisë. Faleminderit. Të jetë gjithmonë në gjitje. Faleminderit. Po sa i takon Lulit dhe Gonit Lemës? Po, kjo është kinema. Kjo është kinema, po, ky është një film raket i themi ne, siç e themi me producenten Claudio Ibrahima, një film bombë bërthamore i themi ne, që mezi po e presim, unë sinqerisht nuk kam parë absolutisht asgjë nga backstage-i. Ja kemi lënë në dorë vetëm premierës për ta parë për herë të parë. Domethënë dhe jemi publik aty. Jemi publik. Shpresoj që besoj. Po unë jam i bindur për pjesën e pëlqimit të publikut dhe besoj që edhe ne mas e kemi bërë një rol të arirë gjithmonë. Por që do jetë raket valla. Jo vetëm Shqipëri, do jetë Kosovë, Maqedoni, do jetë në gjithë Europën, do jetë në Amerikë, do jetë në Kanada. Edhe na kanë ardhur disa programe se ku do shkoj, po Kosovë. Dhe publiku më sa shohim edhe tek posterit ku kemi hedhur, po edhe tek promo që kemi nxjerr. Ka qenë pritshmërit, ka qenë shumë të mëdha dhe mezi po e presin si film. Po flasim tani që jemi një muaj para. Sidomos lëre çfarë do bëhet për një javë, për 2 javë, për 3 javë. Edhe nuk e di, jam tepër emocionuar dhe po ja lëm çik kohës, po ja lëm pak kohës. Edhe kur të vi premiera, mase na deh ajo pjesa e premierës, mase dehemi në pjesa edhe publikut, pëlqimit, se atë po presim që duam ta shohë gjithë bota. Gjithë bota, se kemi bërë me shumë dashuri, kemi qenë një grup i shkëlqyer në set, nga Claudia e para, Claudio Ibrahima, nga Bjordi, nga që është regjizori, Bjordi Mezini që është regjizori i filmit, Aurela Gaçe, Devisi, Fioralba, edhe gjithë tjerë janë parodistë e Vlorës, është Irin Qiriaku, Aleksandr Gjoka, është Ariola Demiri, ja dhe shumë tjerë, se të s'duhet ashtu, dhe mezi po e presim. Ka qenë një situatë e bukur ky filmi, përpara
8 muajsh, 9 muajsh, më ka bërë një telefonat Klaudia. Po. Edhe më thot, Margen si je? Klaudia, ta dim, Klaudia Ibrahimaj është skenariste, që është edhe producent e filmit, po Klaudia ka bërë serialin Hot, ka bërë Lyke Shmjalt, ka bërë Aleftoropoja, është skenaristja. Po. Tyre skenariste sukses, po vetëm sukses e ka bërë ajo vajzë. Po, janë filma... Ja, filma që po ka nesur jashtëzakonisht shumë, Lyke Shmjalt është më i shituri ndonjëherë. Lyke Shmjalt skenari dhe unë i thoshe e gacmoja që tani me këtë lullin ton, tani do ja kalojmë këtyre tani ti mos ngelet qefi, ja kupton, po që do ja kalojmë. Okej, më thamë, do ja kalojmë, okej. Edhe më me Klaudia telefon para 8 muajsh, më thot, Margen, tha, më të dua protagonist të filmit tim, po s'kam kokërleku. Mirë, i tha shumë. Po t'i gjoj, i tha shumë, po mirë unë, i tha shumë, po tani filmi do lek, tha shumë si është, po s'kam fare, s'kam asgjë. Mirë, i tha shumë, më duke si isha në provën teatra, nuk e di, s'po e mbaj mend se i tha shumë që do flasim, në thënë do të marrë, takojemi nesër, i tha shumë, edhe flasim nga afër. Edhe jemi takuar të nesërmen, edhe më dha skenarin direkt për ta lexuar dhe më tha që unë do ta bëj këtë film, i tha. Ti ke njën nga rolet kryesore, tha, edhe unë do i gjej legët. Edhe ja ku jemi, në prag të premierës, shumë shpejt, që ajo e arriti. Dhe bravo, dhe mua më pëlqej, i dua shumë këta njerëz, janë shumë të vendosur, edhe kur e thonë një gjë, e bajnë fjalën, e bëjnë. Këta njerëz janë për të marrë shembull, jo vetëm në këtë pjesën e filmit me Klaudion, por në çdo lloj profesion, në çdo lloj. Ka qenë kismet të bërë. Po, ka qenë kismet për të bërë dhe i gjeti dhe unë punoj fort, punoj rinte nga mëngjesi deri në darkë, duke bredhur, duke gjetur vetëm sponsor dhe lek, se filmi është i kushtueshëm. Filmi ka kosto, ka shumë kosto, edhe nuk është fare lehtë. Por i arriti qëllimit dhe shpresoj të shpërblehet me këtë film të bukur dhe posterit bukur. Besoj se suksesi do jetë vullos që sa ka dalë ky postim. Sa ka dalë ky postim, sinqerisht po ta them, kaq shumë edhe vetë edhe po ndihet nga vetë nga kinemat, jo vetëm Cineplexi këtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe Maqedoni, Kosovë dhe Maqedoni, më fal, e kanë hedhur dhe një muaj para jemi dhe po hedhin posterin që coming soon, që së shpejti do vi. Të gjithë e duan se kanë pa dhe komente që thonë që çfarë datë del. E madhja Aurela Gaçe, Devisi, vlla im, Braçe, Fioralba Ponari, vajza talentuar. Po, Më thënë, ishim shumë mirë, kemi qenë një grup i jashtëzakonshëm. Rrini me njëri tjetrin, bënim prova bashkë, vinte Devisi, vlla im, vinte çdo natë, po shtëpisë time, rinin aty përpara se ne kishim xhirime për shkak në orën 6 mëngjesit. Edhe zgjoheshim që në 5:30. Vinte Devisi në ora 8, 9 e darkës, 10, vinim, bënim prova, bënim kalimet direkt. Edhe pastaj të nesërme shkonim në xhirime. Këtë e bën çdo natë. Tregon për pjesën e grupit të mirë, frymës të mirë, se shumë ka qenë kimia që duhet. Ka qenë kimia, ka qenë shumë kimia. Patjetër që unë kam eksperiencë më shumë në gjithë këta pjesën e kinemas, por unë e kam tek kimia dhe tek bukuria e roleve që edhe kanë sjell dhe Lemja e Madhja dhe Goni edhe Sara, që është Fioralba, dhe kimia ndërthurje midis personazheve tona që besoj le të jelën premierës ta shohim edhe ta. So mund të them shumë gjëra në skenari, por jo, po e lëm për premierë. Do vish besoj. Po. Diskutoj. Po, vetë një pyetje që ndoshta këtë mund ta thuash se këto mund të shohim çka valizhe, çanta. Po, është ka ndonjë detaj road trip, është film road trip. Jo, mund ta them edhe pjesën e storisë, se është i hedhur është i lexuar, më thënë mund ta lexosh edhe në pjesën edhe në kinema. Është Goni dhe Lemja, janë mamë e birë,
të cilët vinë janë emigrant në Angli dhe vinë në Shqipëri për të gjetur një vajzë nuse të virgjër. Tipike. Kjo ndodh edhe sot, besoj, Po. që vinë shumë nga Anglia për të gjetur një nusë. Jo vetëm Nietzsche e kemi sot, do kemi edhe këtë Patjetër. gonin e Patjetër, edhe vinë për ta gjetur këtë nusën e virgjër dhe bëjnë gati tani. Rrugës para se të nisen këta, për arsye fluksit të madh, siç vinë emigrantët në verë, që ka shumë fluks, s'ka një. Po. Nuk ishte edhe makina me qira. Tani, unë nga ajo zonë që ishin dhe ata aty afër isha, Luli, personazhi im, shkon me këta rrugës për të shkuar në shtëpinë e vet, sepse mami e ka marrë telefon dhe i ka thënë që qenin tënd e ka shtypur makina. Kupton? Edhe duhet të vish. Duhet të vish, më thënë që ta shohësh se nuk ka ngordhur akoma, por është keq. Dhe vim me vrap dhe bëhet bashkëudhëtar në makinë me Lemen dhe Gonin. Aty fillon. Tani aty fillon pastaj pjesa e aventurës. Fillon aventura, jo prishet makina, jo përplasemi, jo rim jashtë, jo humbet valixhe, se është një valixhe kuqe aty që aty ka qenë plot me lek, plot me para, aty humbet pa dashje me dashje nga Luli, personazhi im. Edhe aty fillon ngjarja, ajo valixhe e merr dikush tjetër dhe fillon ca ngjarje, bën ca situata. Dhe një lëmsh. Po, bën një lëmsh aty e madhe. Edhe është në vazhdimsi, saqë Luli është nga ata personazhe sado që të rregulloj punë, ai prish punë. Edhe pastaj vjen dhe Sara. Sara është një grua e cila po ndahet nga burri, po ikën dhe po lë burin për shkak të dhunës. Dhe në aty që do vinte Goni dashur për të gjetur një vajzë shqiptare të virgjër për të martuar, dashurohet me një grua të martuar. Të ndanë nga burri. Ja, aty ikën truri, pastaj lemes fare. Kjo është. Po kurse Luli që është një open mind, një person që e do atë, mundohet të ndihmoj për t'i lidhur edhe për të hequr më janë pjesën e mamit vet. E do shikoni pastaj ngjarje si lidhet. Duket në fakt, po ta shohësh me vëmendje dhe foton, duket dhe shikimi i Lemes, i Gonit. Patjetër. E jep atë impaktin. Patjetër. Edhe mezi po e presim, ja të vi. Të vi momenti shumë pritur. Shumë shpejt, se koha ikën shpejt. Ikën shpejt. Si ikën. Të pëlqen më shumë të luash në film apo të jesh në skenë? Në teatr? Po, këtë pyetje ma bëjnë shpesh në fakt. Ma bëjnë. Lashe jo, po ta bëjnë këtë pyetje se nga që janë e di çfarë? dy suksese që po dalin në një kohë, në të jetë kohë tjetër vazhdon në skenë. E kuptoj, po. Ne aktor teatri jemi, jemi aktor, jemi pjesë e trupës. Jam pjesë e trupës teatrit Vlorës, edhe shkollimin ton, siç e bëjmë për teatr, po edhe në gjithë botën, nuk ka aktor, ose do ta quhesh aktor, aktori fillon nga teatri. Gjithë ata që shikon ti, që luajnë për filma, patjetër kanë filluar nga teatri. Dhe më e mira do ishte që mos ta lësh teatrin. Sado suksese të bësh ti, të bësh kush duash ti, për shembull, ke Denzel Washington. Çfarë do më na jeta ai person që unë e adhuroj si aktor, Denzel Washington, i cili po luan tani në moshën 70 vjeçare, po luan Otellon e Shakespeare-it në Broadway, në teatr. E thot edhe ai, mos e lini kur teatrin. Të paktën një premierë në vit, sa do të haj kohë, 2 muaj, 3 muaj. Pse? Teatri të bën aktor, okay? Filmi të bën të njohur. Filmi të bën të suksesshëm, a kupton? Kjo është e gjitha, por nëse do të bëhesh aktor, merru me teatr. Atje vlon pasioni tamam. Jo, aty është më ndjesh pluhurin e skenës, të kesh pjesën e punës të rolit, siç punon me një rol në teatr, nuk punon ashtu në film, por zakonisht e përdor këtë praktikën time të punës time në rol, nga teatri, pjesën e procesit. Jo interpretimin tim.
mos t'i ngatrojmë këto gjëra, po pjesën e procesit punës time me rolin nga teatri, më thënë që e kam në teatr, patjetër që e përdor në film, po jo interpretimi. Interpretimi patjetër që jo, se është tjetër teatri, është tjetër filmi, pjesa e ana teknike, pjesa e interpretimit, a kupton? Të dyja kërkojnë kanë një qëllim, nxjerrja e emocioneve të vërteta. Real, ti jesh i vërtet në atë që bën, ti jesh i sinqert në atë që bën. Kaq, ky është qëllimi vetëm që ka aktori dhe artisti në përgjithësi, se edhe një piktur kur ti sheh, të pëlqen ajo piktur, çfarë të përcjell ty ajo emocione. Nëse nuk të përcjell emocione, atëherë nuk është e suksesshme. Po to e Kështu shkon. më mungon diçka. Patjetër, mungon diçka. Përcjellja e emocioneve. Po. So kam një pyetje të tipit se un kam qenë tek shfaqja e fundit që të kam pa aty ka qenë nata e 12 dhe un kam qenë ditën e fundit. Po. Që është dhënë. Dhe në ditën e Se mbaj mend kur që të fundin, po nëse. si dasmon këto dasmon në fakt. Dhe ditën e fundit ka qenë, domethënë më ka dhënë atë impaktin që jo që ke disa ditë që po e luan, se ditët kanë qenë të njëpastishme. Po mua më duket, jo vetëm ti, gjithkas që sa po ishte nisa atë ditë. Dhe më lind kjo pyetje që si ja bën ti që të duket që është diçka që sa po e ke dhënë, po e jep tani që jo që e ke dhënë 10 ditë, e kupton, duket diçka bie, sa ka nga vetja, mos duket si thua ajo lodhja apo E kuptoj. monotonia e 10 ditë apo 2 javë të fundit që jepet shfaqja. E kuptoj. Do të jap leksion pa lek. Të ta them nga ana profesionale. Zakonisht, ne bëjmë të njëjtën gjë disa herë, gjatë ditëve, po si për herë të parë. Këto është Tani, si për herë të parë, tani herë e parë ndodh kjo. Procesi jon i punës kemi një fillim, një mes, pikulmore dhe një fund. Atë lloj procesi ne mësojmë në 5 vitet tonë të shkollës. Është një proces i cili nëse unë ta them ty tani, ti nuk do e kuptosh. Pse? Se duhet ta praktikosh që ta mësosh. Dhe ndodh që roli im, nisja ime, fillimi im, i rolit tim dhe të qëllimeve të mia që kam unë në skenë për t'i bërë ato, mua ma bëjnë këtë dhe llojin e besueshmërisë më të aftë dhe më të bukur dhe më të ndjerë që ti që e shikon si publik. Pse? Se unë e bëj si për herë të parë. Se një herë dal dhe unë, po unë dal po të njëjtën gjë dhe mund të dal dhe më mirë dhe të nesmen. Dhe më mirë dhe të nesmen. Pse? Se qëllimet e mia ditë për ditë janë të njëjta në atë rol. Nuk e di sa më kupton. Do të kuptoj. Qëllimet kur janë të njëjta në atë rol, po ti e shikon në atë lloj gjendje që sa bukur, si për herë të parë po e bën, si për të që se ka bërë ndonjëherë. Po, e jep atë. Ti nëse futesh te dera tani, do hapësh derën dhe do futesh me një qëllim. Do marrësh gotën dhe do dalësh prapë. Bëje 10 herë. Si do e bësh? Po të njëjtën gjë do bësh. Atëherë, të njëjtën gjë, po do e bësh, ndonjëherë do e bësh më mirë, por qëllimi jot në kokë është i njëjtë. Atëherë ti nuk ke nga ndryshon vesh lart e poshtë, sepse del jashtë loje pastaj, sepse ti s'do marrësh gotën, do marrësh fotografinë, do marrësh kompjuterin. Aty pastaj je komplet jashtë loje. Kështu funksionon edhe në punën tonë. Kur ti ke qëllimet e ke të qarta, ke të sakta në atë që bën, ti nuk e ke problem, mund ta bësh atë jo 1, 2, 5, ke jashtë që e bën 200 herë, 300 dhe 500. Është edhe pjesë e teknikës e punës, ëh? Mos ta harrojmë atë, se kjo unë e them këtu në këtë lloj forme, po është tjetër ta thuash tjetër ta bësh. Mund t'ia thuash sa duash lart tek poshtë njerëzve, po s'do e bëjnë kurrë. Po profesionisti e kupton këtë gjë. Prandaj ta thash nga ana. Ky ishte një leksion që jo vetëm unë, po kushdo që do studioj pak. Ta shohin edhe ta bëjnë, edhe hajde shpresojmë se neve na duhen shumë, kemi shumë nevojë siç i kemi, po dhe na duhet edhe më shumë për njerëz partner talentuar, për aktorë dhe aktore që ti kemi në skenë. Sepse ne themi në punën tonë, se ndonjëherë i marrin aktorët janë dhe egoist nga natyra. Ka diçka që në një skenë, në teatr, në film ose diku tjetër, e di si dal mirë unë, e di si shkëlqej unë, nëse shkëlqen ti.
Po shkëlqeve ti, do shkëlqeve unë. Po nuk shkëlqeve ti, nuk shkëlqeve. Bashkëpunimi Se është bashkëpunim, se është bashkëpunim. Halk që lidh njëra tjetrën. Po, unë treq ty, ti treq mua. Edhe shkon dy bashkë, edhe del perfekt produkti. Kjo është e gjitha. Çelësi sukses. Ky është çelësi suksesi, sepse ti nëse mendon në mënyrë egoiste dhe ti mendon që unë po luaj për veten time se jam unë, se shoh unë, jo. Janë egoiste, të them të drejtë, unë dhe po t'rregojmë sinqert, unë i kam pasur në fillimet e mia këto. Unë në fillimet e mia dhe kur isha student, po më vonë kur fillova, mësova, dëgjova, se është edhe zhvillimi, janë edhe njerëzit profesionistët kur të flasin, e kuptova këtë gjë që unë arrija dhe unë e shikoj edhe vetë që unë kur punoja me profesionistë shumë herë më të mirë, që mendoja unë që ishin shumë herë më të mirë nga unë, ne dinim në mënyrë të shkëlqyer, si shfaqje, si film, si gjithë. Kur ne ishim, mendimi im që ishin më të mirë se unë në atë që bënin. Por nuk ka ndonjë që jam më i mirë, jam më i keq. Por kur ka o të mirë o të keq, o të gjithë bashkë, o asnjë. Fare. Se është ekip, sepse është një punë që është si ekip. Si një ndeshje futbolli, si një ekip futbolli. Po s'ma pasove topin vëlla se bëj dot golin. Si do bëjmë golin? Secili është një pikë bazë. Patjetër. Po është një do bësh faqe, s'ke portier, o s'ke mbrojtës, s'ke kështu, s'ke sulmues. Si ta bëj? Apo të bëj njëri si Ti vetë gjithë. si jemi gjithë Messi, po edhe Messi ka dikush që i pason topin, po pra. Po. Kjo fitoj me eksperiencën, kur ti dhe ndjen dhe frymën publikut. I ndjen dhe frymën publikut se si ndjen ose si ndjen edhe frymarrjen, por ne zakonisht themi këtë në punën tonë që ne kemi murin e katërt. Edhe nuk na intereson shumë se çfarë bën publiku, për shembull. Por kur ne jemi të përqendruar në punën tonë, në atë që bëjmë, ndonjëherë dhe nuk na intereson shumë. Por me eksperiencë ose kur është komedia, në dram jo shumë se në dram nuk e ndjej, por në komedi për shembull ndjen të qeshurat. Aty të qeshurat mund ta ndjesh pjesën e reagimit të publikut. Po publiku ndonjëherë është motivues. Publiku ty të jep shtys për të ecur më tutje. Në pjesën e rolit tënd, në pjesën e punës tënde në skenë. Kjo është. Prandaj publiku ndihmon njerëz zakonisht shumë. Ne u kam bërë dhe shfaqje me 10 veta në sallë. Po, 10-15. Por ndryshe kam bërë rolin me 10, me 15, se nga ana motivuese, kurse nga ana profesionale nuk është e saktë. Nga ana profesionale ti do ta bësh po njësoj, si me 10 veta, si me 500 veta. Por, ndonjëherë edhe të kap ajo që pse ne kemi bërë shfaqje shumë të mirë, pse mos ketë publik, për shembull. Të kap edhe ajo ndonjëherë, por thua që të demotivon mosardhja e publikut. Po kur është pastaj 200-300 veta, 500 veta që të shohin, të shtyn më shumë që ti të angazhohesh më shumë. Që mos e emocionale, që mos ta ndjesh atë lodhjen e ditëve. Patjetër. Jo, lodhen e zakonisht neve nuk, për shembull unë personalisht nuk ndjej lodhje. Unë mund bëj për fat të mirë, mund ta them që jam shumë aktiv, punoj shumë, bëj role, bëj filma, bëj seriale, edhe nuk e ndjej lodhje. Përkundrazi, unë kam tjetrën që sa më shumë punoj, aq më shumë shplodhem. Mbas është edhe pasioni, atë është edhe pasioni është patjetër. Është baza. Por unë kam këtë, sa më shumë punoj, aq më shumë shplodhem. Kjo është pjesa e profesionit, sepse unë e kam dashur këtë profesion që në moshën që kur e provova për të parë 11-12 vjeç, që në Athinë, në Greqi, në grupet e teatrit atje. Edhe si e nda. Urdhë? Nuk i e ndatim që në atë kohë. Jo, ju ndava një farë kohë se ashtu erdhë rrethana. Ndonjëherë thua se thoshin prindrit që si do bësh aktor, ku do vesh. Ka kemi në aktor që të bësh ti aktor. Prindrit në një anë edhe kishin të drejtë. Pse? Jo për shkak se unë gjithmonë bëra atë që unë ndjeja, por ata kishin një drejtë këtu. Ta them unë këtë e kuptova kur bëra prind vet.
E drejta e tyre ishte që mos u bëj artist ose mos u bëj aktor. Pse? Sepse ne nuk të ndihmojmë dot. Prindi do të ndihmoj fëmijën e vet. Edhe unë, kur shoh fëmijën tim, do ta ndihmoj them. Por ku ka mundësi ta ndihmoj, ka mundësi ta ndihmoj këtu. Kurse prindin e mi nuk ishte se mua nuk më realizonte ëndrrën ose nuk deshi. Jo, nuk e kanë aty, nuk e kishin aty. Ata e kishin te pjesa unë nuk ndihmoj dot fëmijën, nuk kam se si të ndihmoj sepse nuk kemi ne as dajo, as xhaxha, as teza, as hall, aktora, ku të gjë, dhe s'kemi ku të fusim si të ndihmojmë ne ty. Kjo është e gjithë. Do një mbështetje dhe nuk ishte. Këtë djeva, këtë e kuptova kur unë vetë u bëra prind. Aty thash, tu kishin drejt, duhet ta provosh kuriz njerë, pastaj ta kuptosh kanë apo s'kan drejt. Dhe kam pasur këtë që unë jap të drejt. Plotësisht, po patjetër që mua e kisha shumë të fuqishme pjesën e pasionit tim për këtë punë. Edhe nuk ju ndava. Je ku je sot. Po, mendoj që gjithmonë zhvillimi dhe puna nuk mbarojnë ndonjëherë. Gjithmonë do punosh, sa më shumë do punosh, do mësosh më shumë, do bëhesh më i mirë, e mira s'ka fund. Do thënë, i kam shumë të qarta këto dhe ndonjëherë them, edhe nuk e kam thënë, edhe nuk mendoj se do e them ndonjëherë që unë u bëra. Jo. Po e the. Jo, mbarove. Mbarove dhe limiti, domethënë suksesi, si që thoshte dikur ka qenë një si tip performer ai James Baldwin. Nëse ti bën suksesin, atëre ti ke kapur majën e mbarimit. Do me thënë, ti mbarove, ti kape majën, tani mbaro i këtriqu. Nëse ti bën suksesin. Jo, ne s'kemi bërë akoma sukses. Ne po fillojmë, po vazhdojmë, po japim shije. Shfillimi akoma për të bërë. Po, mund thuash, kur të shkojmë afër fundit ton në pleqëri, të themi që okay, bëm suksesin dhe frap triqu. Ik tani. Tani mbarove punën. Ec, mos u merr me këtë punë. Kjo është. Pastaj suksesi është në kohën që audienca flet në lidhje me ty. Jo ti lidhje me veten. Lidhje me veten gjithmonë nuk mund të flasësh kurrë për veten tënde, gjithmonë të flasi publiku për ty. Nëse ty publiku themi ne të duart orket edhe të do, ti do e vazhdosh këtë punë. Nëse nuk të duart orket dhe nuk të do, triqu vetë me stil, avash, përderisa publiku të pëlqen dhe të do, patjetër e falenderojmë dhe ne do vazhdojmë të punojmë dhe më shumë akoma dhe për të bërë edhe më të mirë akoma në të ardhmen. Kjo është e gjitha. Cila ka qenë një nga pjesët që si thua ka qenë pak sfiduese? Sfiduese? Po. Sfiduese ja ku ke. Do thënë ti e ke nxjerr Kastile këtë. Ky ka qenë roli i Agamemnonit me regjitë Anton Kacës. Agamemnoni, unë mbaj mend që ka qenë para 2 vjet e gjys, unë sa mora vesh që Laura ishte shtatzane. Mos ja vën edhe ishte Ifigenia në Aulid, ka qenë si shfaqje. Nuk e di historinë, por Agamemnoni përpara se të shkonte me trupën e vet për të shkuar në luftë në Trojë, duhej se zbën që të flionte vajzën e vet. Ta flionte që mund të nisej që të shkonte në luftë Trojën, sepse kishte gjithë ushtarët i kishte aty mbret det, kishin shumë vite, kishin 10 vjet, edhe nuk shohin luftoni dhe u detyroi që të flionte vajzën. Kjo ka qenë një moment shumë i vështirë dhe nga ana interpretative, dhe nga ana aktoriale, por me Ton Kacën besoj që bëm një punë shumë të mirë. Bëm një punë shumë të mirë me këtë. Sigurisht që do ta bëja më mirë tani, se gjithmonë është tjetër gjë, se aty s'kisha fëmijë, po tani që kam fëmijë, sinqerisht po ta them që do ta bëja shumë herë më kisha për ta bërë shumë herë më mirë. Po. Patjetër më shumë ndjesi. Sa ashtu është dramë e fuqishme. Dramë shumë e fuqishme.
Në teatr kjo, në teatr, pastaj pjesë tjera, po prap me Tonkasa te Macbethi, aty kemi pasur, ka qenë një teatr, ka qenë një shfaqje eksperimentale. Kam pasur 2-3 role aty edhe kam qenë nga momente të forta. Ky Tonkaca më na vendos, është një regjisor teatri i shkëlqyer, na vendos në emocione shumë të forta. Ja, me zi pres të vijë se ka shkuar në Amerikë, me zi pres vit, vendosim shfaqjen e radhës. Edhe kjo ishte. E sa i përket komedisë ose dramës, moszakonisht më kanë quajtur si aktor tragjikomik, por nuk e kanë fare problem dhe nuk e quaj për pjesën e aktorëve. Ai që është aktor profesionist, bën dhe komedinë, bën dhe dramën. I bën gjithë. I bën të gjitha, gjithmonë në pjesën e teatrit, të filmit, të serialit, që po i bën gjitha rolet, ka dhe role dhe aktor karakteri dhe role karakteresh që i dua shumë, që më dhe mos njihet në karakterin dhe kjo ka ndodhur edhe në për filma, por ka ndodhur edhe në teatr që nuk të njohin. Ti ke qenë këtu, ke qenë dhe këtu, ke qenë dhe aty. I më shoj goxha edhe pjesë personazhit, në pjesë e figurë artistike që të ndryshoj, të punoj më shumë. Është punë, po. Është punë se vinë moment që thuat jo për i talentuar, jo talenti është deri në farpike. Intuita është deri të qonë diku. Teknika, puna, profesionalizmi, ty pasaj të qonë në... Shpaka shpojnë që ta shu që ka të bëjse menaxhon ti pasaj. Po. Punën të në. Patjetër. Aty pasaj puna të qonë, puna nëzirë në dritë që femine. Kjo është puna. Talenti kaq, gjithë talentuar janë. Ai sa kanë, ai që kanë. Pastaj ai që punon më shumë, ai bëhet më i mirë. Kjo është të puna. Po në kohën që jeni në skenë, se ju keni fatin që të luani një pjesë, më t'jenë një pjesë një epoke, do më thënë lire, si pas vite, si pas shteteve, si pas zonave. Po. Është kjo një metodë që ti, si të ashtë, ta kuptosh më shumë botën ku jeton vetë? Ne lexojmë ato që janë të shkruara, ato që janë gati, ato që kemi në internet, ato që na jep regjizori, edhe lexojmë, marrim atë lloj formimi kohor që ne duhet të kemi. Po mos harrojmë që njerëz të gjallë ishin edhe ata, njerëz të gjallë jemi edhe ne. Sido që të jemi me një lloj veshje, me një lloj paraqitje, neve mund të na hedhësh në çdo lloj kohe dhe ne të jemi të kohës, të jemi bashkëkohor. E kjo nuk përbën fare problem. Ne nuk ndryshojmë asnjë gjë, bën dhe jashtë, edhe firma dhe teatri, bën në kohën për shembull antikitekt ose gladiatorë që jeni ju. S'ka lidhje. Çfarë kanë bërë ata më shumë? Nga e dim ne se si kanë qenë ata. Atëherë vendoset imagjinata, i themi neve në punë. Imagjinata futet në punë, edhe mundohemi sipas imagjinatës ne të krijojmë dhe të japim publikun të besojë atë që sheh. Kam edhe një pyetje të fundit, dhe pastaj do bëjmë një lojë të vogël. Më saktë më shumë do e bështi lojën. Po e bëj unë, çfarë po lojremi? Pyetja e fundit është, nëse këtu, ku jam mund të ishte vetja jote, po në moshën 12 vjeç që ke nis ato hapet të fillimit. Çfarë këshille do i jepje? Po e bukur, pyetje e bukur. Unë do i jepja këshillën që mos ta nisje shkollën e aktorëve në moshën 26 vjeçare, po ta nisje që në moshën 18 vjeçare. Këtë këshill do i jepje. Do thuash ti zbatonte kështu, që ta zbatonte, do thuash ti ndonjëherë mbase nuk do më kishe ftuar ti këtu, se ti më ke ftuar për një arsye, për 5 punë që kam bërë. Nëse ti futesh e 18 vjeç, mbase nuk do t'i kishe ftuar. Por mendimi im, siç thoshte edhe Stanislavski për studentat e vet, thoshte që këtë shkollë që ju po bëni tani, kur ata ishin 18 vjeç, ju duhet ta kishit filluar që në moshën 15 vjeç. Është një shkollë e cila duhet bërë. Pse? Shkolla çfarë? Shkolla është teknik. Të mëson profesionin, mëson teknikën e punës, se si duhet të punosh, se ndonjëherë
çfarë e dallon një amator nga një profesionist? Vetëm teknika. Amatori ndonjëherë mund të jetë më i talentuar se profesionisti, se ky që ka mbaruar shkollën. Por atë lloj talenti ai nuk di ta përdori siç mund ta përdori profesionisti. Atëherë çfarë dallon këtu është teknika e punës. Atë lloj teknike sa më i vogël ta mësosh, aq më mirë do jetë. Por kjo nuk është e prerë me fik, nuk është ndonjëherë sepse edhe Al Pacino, 27 vjeç që filloi karrierën, nuk ka të bëj shumë, por do t'ja thoshja këtë gjë që absolutisht asgjë mos ndrysho, thjesht ta filloje shkollën në moshën 18 vjeçare. Kjo është një gjë që me pak fjalë ja u ke thënë të gjithëve që janë në hapat e fillimit të zbulimit të talentit, kështu që kjo gjë kushdo që e dëgjon Patjetër, ta zbatoj. patjetër, ka diçka. Unë besoja në pjesën e punës dhe pasionit tim dhe talentit tim. E besoja këtë gjë. Po për ta vërtetuar, ta vërtetojnë të tjerët, jo ti vetë. Se ti mund të thuash ti unë jam shumë i mirë në këtë, jam shumë i mirë në këtë profesion, por duhet ta thonë të tjerët që ta zbulojnë, jo ta thuash ti vetë. Sepse, unë e bëra këtë gjë, po mua më thosh mësuesit e mi. Unë për shembull kam qenë nxënës i keq. Në shkollë, kam qenë edhe çik remujaxhi, në flas në Afin, po edhe në Vlorë. Shkollë muzike dhe edhe nga kur mora pjesë pastaj në grupet e shkollës, grupet e teatrit të shkollës në Greqi, aty pa dashur u bëra nxënës mesatar. Po unë njësoj mësoja. Pse? Sepse unë përfaqësoja shkollën, si kam qenë aktor i shkollës. Dhe më vlerësuan për atë lloj çik të dhëna që kisha në atë lloj moshe 12-13 vjeç. E më vlerësonin për atë. Dhe kanë qenë gjithë mësuesit e mi që thoshin që mos bëj vaki të shkosh diku tjetër, të bësh diçka tjetër, por unë gjithmonë me mendimin që më thoshin dhe prindrit që ku do shkosh, çfarë do bësh ti, aktor, në vend të huaj. A di ku je këtu apo ku si je? Edhe kanë qenë këto ndikime që kam qenë vetëm pa mbështetje, po pastaj kur u rita, kur u poqa me që su dogja, po kur u poqa edhe mosha 25, 26, aty thash nuk humba fillin e jetës, si gjesh po ta them, desh e humba. Më do përfundoja duke bërë diçka tjetër, nuk e di, as se kisha fare, por desh e humba dhe thash që më thot një mësues, më thot një profesor në ai ka qenë profesor në Politeknikun e Athinës, grek. Më thot çfarë nuk të shoh mirë, më tha mua. Po për shumë i mirë, është shumë intelektual. Nuk të shoh mirë, më thon nuk je i përqendruar, më thoshte. Je i humbur. Ke humbur drejtimin, më tha mua. Thashun për çfarë kam humbur, dëgjofa. Të dalloj. Dëgjofa, nëse ti ke humbur drejtimin tënd të jetës, për të gjetur rrugën, ktheu edhe një herë mbrapsht. Edhe nis edhe një herë. Ktheu edhe një herë mbrapsht, atje ku ke qenë, edhe nis edhe një herë rrugën tënde. Edhe unë i thash, 25 vjeç, i thash, ta kthej mbrapsht? Po. Çfarë ku e ke? Çfarë të pëlqen? I thashun kjo lloj gjë. Mezi po duroj të shpërthej në këtë punën time. Po çfarë të pengon? Po ishte kjo pjesa e prindërve që nuk ka shumë. Po s'ka punë, s'kemi njerëz, nuk kemi artista në fisa ku dëgjon. Prindrit e tu më tha mua ka një farë të drejtë, tha. Se është një punë e cila nuk i dit asnjëherë se si të merret. Por, tha, që ti të jesh mirë me veten tënde, dhe ti të jesh, po edhe të shtosh, tha, ti duhet ta fillosh. Unë atë s'kam për të harruar. Atë unë nuk kam për të harruar dhe kështu e bëra. Vra kriza në Greqi, ishte kriza, edhe papunësia, atë që thash pak më parë, si Nietzsche, si Kuqo, më dhoni kaluam në ato. Edhe kjo ishte edhe arsye që ktheva, erdha, ta provoj, thashun, ta ashtu, konkurova në teatrin kombëtar grek,
kur isha 22-23 vjeç, konkurova, edhe nuk fitova, dhe mbas 3 vitesh, 2 vite erdha. U ktheva në Shqipëri, e thashun që do konkuroj dhe do ta bëj këtu, thash. E ta shoh. Nëse fitoj, nëse nuk fitoj, unë nuk e bëj më këtë. S'kam për të marrë kurrë. Do thënë, unë i dhash vetes time 2 mundësi. Një aty e një këtu. Kjo është, po me diferencë 2 vite. Ose 3, se mbaj më mirë. Duke 2 vite diferencë, e lash vete. Do e provoj një atje, një këtej. Atje nuk e fitova, të thuash ti se edhe mësova në mos fitimi atje, sepse unë shkova edhe i pa përgatitur. Nuk e bëra njësoj si që bëra këtu, që këtu mora regjizorin e teatrit Vlorës, Roland Mingën, që u prezentove që ai më përgatiti për të konkuruar në shkollë, kurse atje s'mora asnjë. Edhe i ka vlla, erdha këtu, fitova këtu, konkurova, edhe filloi jeta ime e re, mund ta them. Jeta ime e re. Edhe mos qajmi, se ndonjëherë e mira nuk ka fund, themi, po mos qajmi, shiqyr. Fati ndonjëherë, po dhe puna dhe përkushtimi, janë vlerësuar për mendimin tim, edhe jam shumë mirënjohës. Edhe kanë ecur dhe ndonjëherë të thuash ti të realizohen ëndrat e tua në vendin tënd. Kjo është. Unë jam shembulli perfekt për këtë. Që bëra realitet ëndrrën time në vendin tim. Kjo është. Sa duket. Sa i përket Greqisë dhe Afinës, vlla, ta dish që kemi oferta sa të duash. Tani ndonjëherë kur të vjen ajo, kur të vjen puna, edhe ja tani mbas podcast më pret një aktor, është një aktor grek i cili po jep një shfaqje këtu te Teatri Metropol, edhe do shkoj ta shoh. Dhe ai është në një farë agjencie, po jemi prezantuar, kemi ardhur se kanë ardhur në Tiranë. Po. Edhe unë do shkoj në atë film. Edhe ka sa duash. Teatro po. Filma po, seriale po. Më thonë sa të duash. Kam gjuhën e them ndonjëherë pse mos ta përdor. Patjetër kur e flas, sa më shumë të hapësh, aq më shumë eksperiencë marrësh. Por gjithmonë që rrjetet e mia, po gjithmonë rrjetet e mia, më thonë nuk i lëm këtej. Ku jam? Po do punoj, kemi bërë edhe filma në Itali, dhe seriale në Itali. Edhe s'prish ndonjë gjë. Po kemi bërë në Itali që unë s'flas italisht, skandal. Kemi bërë. Jo më ngjosh ti. Po çfarë thua, kemi bërë film kinez, duke më dubluar mua kinezë, duke folur unë në shqip. Aktorët kinezë flisin kinezë dhe si merresh në vesh, me që kishim skenari që e dinte çfarë do thoshte ai, e kupton? Ishte më dhënë janë gjëra që ndodhin. Po sa më shumë punë, aq më mirë, aq më bukur. Ecin gjërat dhe bëhen. Kjo është, por gjithmonë e themi, për pjesën e profesionistit, domethënë për aktorin ose të artistit, patjetër, nëse ti kërkon të shpërthesh në përbota, në karrierë, filloj në vendi jot, po, okay, bëj punët e mira të tua, të mira këtu, edhe ato punë ty të çojnë përtej botës. Por ndryshe mos kujtoj ti se vajta tani do shkojnë në botë, jo në Amerikë ose Greqë ose Itali, e më presi mua krah hapur. As nuk do t'ja di njeri për ty, vlla, ta kesh fare. Sa më i miri ti je, më i talentuar fare, absolutisht. Ti shkon gjithmonë i prezantuar me një punë shumë të mirë, me një film, me një serial, me një gjë, ose me një shfaqje teatri, një rol të mirë dhe aty e shohin. Dhe në ajo punë ty të vinë pastaj propozimet. Po të vesh si erdha unë jam unë këtu, po kush je ti? Ku ti plasi për ty? Është një thënie që më thot mami gjithmonë që shkallët ngjitin një nga një thot. Po, jo nga 1.5. Hap këmbë ti, shqe këmbë nga 1.5, edhe ngele me këmbë hapur ti. Rria aty dhe pastaj hajti mbyllë shumë ti pastaj. Kjo është momenti të kalojmë tek ajo lojë që të thash. Pa. Këtu janë disa fjalë që unë i kam nxjerrë kështu. Çam vati më metalisht në mendje sepse po e ke nxjerrë gabimisht. Jo gabimisht. I thoda diçka që të ishte jo me lidhje. E kupton? Ra kambana dhe futa një sufllaqe në xhep.
Dhe thjesht, ideja është ti nëse ti mund të zgjedhësh domethënë një fjalë nga këto që do duash ti, dhe ta bësh një tip monologu, pak 1 minutë, 2 minutë. Mund ta bësh si duash, mund ta bësh komedi, mund ta bësh diçka me dhimbje. Si të duash ti? Do dramë do me thënë, apo... Do duash ti, si ta ndish ti? Apo tragjedi, si e do? Si të duash ti? Okej. Suflaqe xhep. Suflaqe xhep. Po. Isha në Athinë. Kam qenë në stacionin e Iraklios. Me tren, ka shumë stacione. E do shkoja të haja një suflaqe, që mund ta them dhe emrin, quhet vendi suflaqes Poligjevston. Shkova aty shkonin shumë edhe kur ishim edhe më të vegjël me shokët e mi dhe mora 2 copë. Edhe më vonë pasaj do vinte edhe, se më edhe më njihnin, por unë nuk isha. S'kisha lek me vete. Dhe thash unë, me i them kamarierit t'ja sill nesër. Edhe vjen kamarieri dhe thotë që dëgjoj, tha, mua më duhet pagese sepse unë mbyll llogarit. Fund natës, se tani ti fuson. I thashun çfarë? Ka qenë atëre, ka qenë në suflaqe, ka qenë një 80, një 90 euro, do 2 euro, afërsisht një, e ishim 4 euro. I thashun ç'ke më do vi nesër do t'i jap 5 euro, do lë dhe bakshish, i thashun çfarë ke? Po ti unë vitit për ditë, si ma bëndi mua këtë? Më thotë, po mirë, i ke meri të shtëpi, unë ri tani sa të vete në shtëpi, sa të vi, unë gvi, thashun. Lërë na vej në barkë suflaqe. E di që këti më tha mua, po. Tani, haj një, edhe tjetër fute në xhep, më tha mua. Edhe, shko të shtëpia, edhe kur të vish, më sill mua lekët, më tha. Edhe pastaj, haj prapë. I thashun, po si ta fus në xhep, më thash, po unë e lë këtu, pse të ikun ta fus në xhep? Më tha mua, se talla bythëm me ty, unë tani tha, po ik, mere fute në xhep, tha, kërcit e ikë, se i kena unë, ato suflaqe. Kjo ishte puna e miqve që ndonjëherë mundohen të ta hedhin në një anë për 2 suflaqe për shembull, edhe të gënjejnë edhe të argëtohen me barkun tënd, se kështu i thash. Suflaqe xhepi. Po është suflaqe xhepi. Ishte shumë kënaqësi që nuk të bisedë bashkë. Ishte kënaqësia, ishte i gjitha imja dhe të uroj gjithë të mirat në këtë sa më shumë suksese dhe me këto 2 dalje të fundit. Talk show e ne kaso. Shumë faleminderit. Rafsh, faleminderit. Gjithë të mirat. Edhe ju ftoj gjithë të ndiqni edhe Niçen, të cilin e keni çdo javë. Edhe Luli dhe Gorilemes, nga 11 prilli në kinema, në gjitha kinemat e botës kudo që janë shqiptar, po jo vetëm, kushdo të vej, sa më shumë ta shohin, aq më mirë do ishte. Ju ftojmë gjithë ta ndiqni. Këtu e mbyllim këtë episod sot edhe shihemi në vazhdim. Pafshim.